çfarë lexova unë. Po të gjithë më? Të gjithë burit e propagandës Ramës, dje mëngjes i kishe veprimin natësor i Spakut. Sikur Spaku është një trup me ndjenja, me emocione, me kështu. Por, edhe sikur tjetë veprimi natësor i Spakut, bravo i qoftë, Spaku nuk është ashtë veprimi pari natësor i pari që bën as i fundit. Por, për mua kjo nuk është një çështje juridike. Mbi të gjitha është një çështje politike. Në ç'kuptim politike. Çfarë bëjnë këta? Këta në fillim vjedhin zgjedhjet. Futen zyrë me votat vjedhura dhe thonë tani ne do vjedhin me tendera, me koncesione. Dhe kur ti kap thua bollor vodhe, thot, ti nuk ndalon dot se mua më ka zgjedh mandat populli. Dhe nga kjo buron gjithë kurthi juridik ku ne kemi rënë. Nga që Rama do ta mbaj Ballukun në detyrë si ajduten kryesore, thot, ky është puç shteti. Do i drejtojmë gjykatës kushtetuese. Mbaron punë me kushtetuesen, jep drejt Ramës. Spaku, me këtë veprimin natësor, çfarë bën? Thot, unë kërkoj imunitetin nga parlamenti. Klod, do i thuash? Se njëjta zhurmësh. E kuptoj tani, nuk ka. Kërkon imunitet nga parlamenti. Tani po ke munges fjalësh për të folur. Rama thot, mund të shtosh të zhurmës. Rama ka 10 vjet që thot, ne s'bëhemi pengesë drejtësinë. E bëri gafën Spaku, pra. I dha bonus Spaku. Qa do bëj Rama? Luj politikishit bëj autogol të vetja? E luajti Spaku gabim o bushat, se i adresoj pezullimin, të kërkonte mandatin direkt, ishte ndryshe çështja. E vendoste te muri Ramën që të merrte përgjegjësi politike. Mirë që vlerësojmë ne strategjinë. Mirë që erdhët në klub. Se vëndryshim, po ne mund ta komentojmë. E komentojmë, po se vlerësojmë ne. Se ne s'kemi letrat. Jo, po pritë se po flisja, unë nuk mund të bëni debat. Okej, na fal. Thjesht për do me thënë. Që në kontekst. Tani, ky është thelbi i problemit dhe ne na servire debati juridik, pse? Se Rama do të vijoj të mbaj një hajduten zyrë. Ky është thelbi, jo ç'a vendosi kushtetuesja, a duhet të hiqet imuniteti tani, apo ta heqim në janar, apo ta heqim dhjetor, pse veproi Spaku 2 ditë dhe jo pas 10 ditësh, këto janë detaje. Fakti është kemi një kryeministër që thot, mu më kanë votu shqiptarët, unë kam marrë votat, dhe unë du t'i mbajnë zyrë se shqiptarët ma kanë dhënë këtë mandat. Dhe pastaj Spaku, i gjendur në këtë presion, me metodat që di vetë, qa bën? Fillon zjerë këto letrat. Dhe qa shofim ne këto letrat? Që Balluku i thot këti drejtorit rrugëve, ore, ja dhe lekët ati ndërtusit Carlos, se Carlo na duhet se para zgjedhjeve boton ato sondazhet që nxjerr Ramën me 80%. Ore, ja dhe tenderin këti tullacit që e puth Rama në kokë, se lekët e këti shkojnë për fushat. Pra, është fiks ajo që diku Rama e ka thënë i pari, vjedhin zgjedhjet për të vjedhur Shqipërinë dhe vjedhin Shqipërinë për të vjedhur zgjedhjet, dhe ne, për mos i thënë njerëzve këtë të vërtet, kaq bazike dhe kaq thjesht, themi, jemi në kushtet e një grushti shteti, po vidhen kompetencat e kryeministrit del në zyrë për ditë për të vjedhë gjithë Shqipërinë bashkë me Belinda Ballukun, ne themi mos po i vjedhim në kompetencë e Edi Ramës. Dhe na dëgjon shqiptari që hap televizorin dhe thot, ore që janë këta njerëz që ankohen, që Rama ka gjithë pushtetet dhe pas ka dalë dikush që po i vidh ka një pushtet Edi Ramës. Dhe do e shifni, pikërisht se do të vazhdoj të vjedhi, duke u mbështet ke mandatet e vjedhura, o ka për ta shtyn kalendat greke, o s'ka për t'ja heq imunitetin Belinda Ballukut. Sepse ky pushtet qëndron mbi vjedhjen, dhe ata të opozitës, me që u kthym atje, për mu s'kam se hedhin më. Këtu duhet ngrihet opozita, o një grup qytetar që është më i besueshëm se opozita, dhe duhet kërkojnë gjykatë kushtetuese jo imunitet në Ballukut, po nxjerrjen jashtë ligjit Partisë Socialiste si një bandë kriminale që ka nënt part statutit, do grabisim dhe brekët e çdo shqiptari. Çorapet, këpucët e vjetra, gjithçka që i ka ngelur. Do me thënë, jemi më kjo është gjykimi, shumë në rregull, ne për këtë punë kemi thirrur, që na i thuash gjitha këto. Vetëm se ne, avokatin do ta thresim të shpjegoj ligjërisht
Se gjykata kushtetuese Pa tjetër, dhe unë s'konkuroj me avokatin ligjërisht. Gjykata kushtetuese ka marrë një vendim. Prandaj ti e ke kombinuar kështu që ca thonë ana ligjore, ca thonë... Ti thua anë politike. Jam shumë okej dhe unë për këtë punë ka të Qartë, edhe unë për këtë kam ardhur. Po pra, dhe për këtë ka ardhur. Por avokati do thotë sepse gjykata kushtetuese ka marrë një vendim. Dhe nuk mund t'i ndajmë tani, në qoftë se do t'i ndajmë që këtu vetëm spaku është i mirë dhe gjykata kushtetuese është e blerë, këtu nuk shkon apo jo. Unë ta kam thënë gjithmonë që kushtetuesja është më keq, po dhe spaku shumë keq. Mund të bëj një kështu polemik të vogël me Bushatin për tension bisede, si më thënë. Tani, kjo pjesa që ne e akuzojmë spakun, që është më keq se sa gjykata kushtetuese, siç thotë Bushati, dhe Bushati shkon me logjikën e spakut, nuk shkon. Është njësoj si logjika opozitës, që gjithë ditën thotë spaku organizat kriminale, në fakt spaku është ai që po çon praktikisht ta njerëzit para drejtësisë, ne me spaku më merrem apo jo. Pra spakut po i referohemi, dum s'dum, keq apo mirë. Dhe unë s'jam dakord me mënyrën se si e ka bërë spaku këtë, sepse spaku ja dha bonusin politik Ramës. Spaku, në vend që të kërkonte mandatin, nuk kërkoi mandatin në kuvend, po i ra gjatë, e pezulloi si zëvendës kryeministre, atëherë Rama politikisht luajti, pse mos luaj? Ja dhan vetë ato bonusin. A ja dhan pa dashje? Nuk e di. A ja dhan nga gafa e paditurisë? Nuk e di. I dhan një bonus politik, çfarë do bëj? Do e fali? Do e përdori, normal, deri në fund. Jo, pra, po flasim politikisht. Kurse pretencën popullore që ne e akuzojmë atë direkt, nuk e di çfarë neni mund t'i vënë, edhe si fajtore, unë nuk e bëj dot. Unë vetë se avokatin. Jo. Belindën e Ergys Agasin. Ne po flasim si njerëzit që flasin nëpër lokale, po dalësh sot Tiranë, sa kishte vjedhë Belinda Balluku më burr. Po ai tjetri sa kishte vjedhë, ata meritojnë kokër të burgut. Po folum kështu, ne po flasim si njerëzit vindo, si kemi thënë asgjë njerëzve. Kjo është pretencë populiste dhe popullore. Pretencë populiste. Ne nuk jemi për pretencë populiste, pastaj kemi dalë nga binarët e logjikës analitike. Kemi dalë te populli që thot çdo ditë njëjtat gjëra. Unë zgjedh pretencën populiste. Hajde mos e bëjmë të bashkë. Para legëve të Belindës, dakor? Po e vërtetojmë. Është vindarje e madhe kjo. O Bushat, para spakut ti s'kishe një dosje që ta nxjerrë. Nxorë një dosje për Belindën di me fakte që ti thush popullit, o vlla, unë gjeta të dosjen dhe Belinda është hajdute. Kështu bëhet kjo punë. Ti e nxjerrësh ti lotin e parë, 2, 3 me fakte dhe po. Ke dhe drejtën t'ja bësh pretencën, edhe unë bashkë. Ja ke zotin Ylli që ja ka nxjerrë. Unazën pra. A ja kanë nxjerrë zotin Ylli unazën? Nuk po them kush ja kanë nxjerrë, unë po them ti vetë që bën pretencën e ke këtë, unë se kam dot, do e kisha, do doja shumë, se do merja famë, po nuk e bëj dot të punë, me pretencë populiste pastaj është risk. Dhe me që se ke gjetur vetë, kur dikush ta plash syve, ti futesh poshtë tavolinë. Dikush është spaku, dikush spaku pra. Po ti po e thu spaku është, unë me spakun jam ndërkohë, unë jam me spakun. Ore, ndërkohë thu, o je me spakun o sjena. Ore, Saliu është dhe më i keq se spaku, po kur thot një të vërtetë, unë i marr të vërtetën, çdo me thënë, ti mund t'jesh kundër, vetëm problemi është se di kur e ka të vërtetë Saliu, se thot vetëm gënjeshtra, kur thot vërtet se besojmë dot. Po pra, dhe tu ndahemi unë me ti, pra, ti ke zgjedhur te Belinda Balluku mos besosh. Unë kam zgjedh besoj, ti mbaj besimin të Jo, është prapë interpretim, sigur janë 4 veta, 3 po pinë raki, njoni po e shef ata si pinë raki, se pranojnë këtë. Unë po them ta presim që ta fajsojmë me fakte, po me populizma e dënojmë që tani. La list kishte der tani, po që do mbindin mbi këtë truar dhe belindist. Unë për vetës, ma do mëndja që hyke belindistët, hyke spakistët, po unë jam spakist, vla, le të dukem ty si belindist, po unë jam spakist. Spakist e pranoj me qef, me drejtësinë e pranoj me qef. Dakord, këtë drejt.